Procesi I votimit në Durrës nisi I qetë në orët e para të mëngjesit në qendrat e votimit të vendosura në qytet, duke psuar rritje të ndjeshme rreth mesditës dhe me prani të reduktuar të personave të pa autorizuar. Fillimisht disa qendra votimi u hapën me vonesë dhe qytetarët nisën të votojnë pas orës 7, ndërsa në disa prej qendrave të votimit, zhguesit e shoqërisë civile raportuan se ende nuk ishin ndezur kamerat. Në qendrën e votimit të vendosur në teatrin Aleksandër Mojsiu Durrës, e njohur përgjithsisht si e qetë, u regjistrua një tension midis komisionerëve dhe medias që shuajt pas sqarimit në detaje, pasi fillimisht ata u ndaluan të vendosnin kamerat për të filmuar brenda qendrës së votimit. Komisionerët e forcave politike nuk kanë qenë në raport të barabartë në gjithë territorin, pasi KZAZ-ja numër 22 në qytetin e Durrësit numëron 50 qendra dhe procesi aty nisi me disa parregullsi. Kryetari I saj, Krenar Hasanaj, tregoi për birën mëngjesin e së dielës se vetëm në një qendër votimi procesi nisi me 30 minuta vonesë, sepse ishin 4 nga 7 komisionerë duke vijuar pas plotësimit të numrit të tyre, ndërsa mungesa operatorit të pajisjes së identifikimit elektronik të votuesve solli vonesa për disa minuta në një qendër votimi. Në 2 qendra të tjera, procesi vijoi me 6 nga 7 komisioner. Parregullsitë e vogla brenda qytetit konstatonin me radhët prej disa metrash të automjeteve të parkuara jashtë qendrave në periferi. Në shkollën nëntëvjeçare Neim Babameto, në spital, një varg njerëzish në të majtë dhe në të djathtë gati hoqën frymarrjen qytetarëve që ngjesheshin për të kaluar midis trotuarit të ngushtë. Djemtë si fotokopje e njëri tjetrit shoqëronin me sy zgjedhësit që I prisnin djem bujar të tjerë brenda qendrave të votimit dhe duke I orientuar se ku të drejtoheshin për të votuar. Prania e personave të pa autorizuar krijoi densi burrash që rrinin në korridore dhe pranë qendrave të votimit. Disa minuta nga aty, në shkollën Dom Nikol Kaçorri në Ishkënet, situata përsëritej në miniatur, ku automjetet luksoze dhe me xhama të zinj kufizonin një grusht djemsh që rrinin ulur në një bar kafe, tepër të zellshëm për të ndjekur ecurinë e procesit. Por për banorët e zonës, kjo nuk dukej një sjellje e re. Dot Prendi vendosi në momentin e fundit që të dilte për të votuar. Së bashku me bashkëshorten dhe vajzën, ata lanë pas banesën e tyre aty pranë për të votuar së bashku. Megjithse diaspora kishte mundësinë që të votonte në këtë zgjedhje, fëmijët e tij në SBA nuk e kishin ushtruar të drejtën e votës. Ishkëneta njihet edhe për atë që fillimisht ishte paraburgimi I Durrësit, e ku tashmë presin gjykimin apo vuajnë dënimin emra të njohur të politikës vendase. Erion Veliaj, Ilir Beqa, Alqi Bllako dhe Jorgis Çyrbja nuk ishin shkuar për të votuar deri në mesditën e 11 majit. Në qendrën e votimit që deri në orën 11 nga 200 votues kishte parë të hidhnin fletën në kuti, vetëm 75 prej tyre, edhe më në periferi të Durrësit. Ata që nuk I ka kapur ende rrjeta e drejtësisë, kishin rrethuar qendrat e votimit në shkollën Isuf Ferra tek Nishtulla, ku persona të pa autorizuar qëndronin në të gjitha hyrje-daljet e objektit dhe të oborrit, të pajisur me çanta të vogla krau dhe në koordinim me njëri tjetrin. Djem taksistë të qendrave të votimit sillnin aty dhe dërgonin votues, duke orientuar menjëherë edhe një pjesë të atyre që mbërrinin. Një proces I strukturuar që reflektonte përgatinë e tyre, që njihen si pjesë e krimit organizuar lokal. Krerët e tyre të pajisur me automjete të blinduara, gjithashtu vizituan qendrën e votimit dhe duke parë nga afër ecurinë e procesit. Prezenca e vëzhguesve ndërkombëtar të OSBE Odirit aty nuk I shqetësoi as pak personat e pa autorizuar që po menaxhonin de facto procesin zgjedhor. Në qendrën e votimit me numër 1424 fraksion 1, votues të ndryshëm pas votimit në dhomën e fshet e palosnin fletën e votimit para komisionerëve, duke e demonstruar si provë për subjektin që kishin votuar. Ndërsa në qendrën e votimit 1424 fraksion 2, u konstatua votimi familjar dhe një grua votoi paralelisht më shumë se një herë, duke votuar për veten dhe për një të moshuar me të cilën shoqërohej. Ambasadori I BE-s Silvio Gonzato, pasi vizitoi prokurorinë e Fierit pas ditën e së dielës, pranoi për gazetarët se ishte paradite në Durrës pas informacioneve për përfshirjen e krimit organizuar, ndërsa lideri I opozitës Ali Berisha në një deklaratë për mediat mbrëmjen e 11 majit identifikoi edhe emra konkret si të përfshirë në intimidimin e votuesve në Durrës. Ai premtoi se nëse Aleanca për Shqipërinë Madhështore krijon qeverinë, do t'i shpallë ato banda terroriste dhe se do të marrin dëshkimet më maksimale si të tilla. Periferia e Durrësit pati një sër problemesh të tjera me procesin e votimit, ku në qendrat e votimit në shkollën e mesme të bashkuar në fshatin Kull në Sukth, kutia e fshehtë e votimit qëndronte para një dritareje që mundsonte pamje të plotë nga kati I parë I shkollës. Kutia e fshehtë e votimit nuk garantonte fshehtësinë e votës në qendrat e votimit me numër 1365 fraksion 00 dhe 1365 fraksion 01, duke ulur besimin tek ruajtja e privatësisë së zgjedhësve.